Autoritetet e Republikës së Greqisë kanë shpallur ditën e djeshme me statusin non grata gazetarin investigativ Artan Hoxha, duke e cilësuar të padëshirueshëm dhe kërcënim për rendin publik, duke ndaluar përjetësisht për të mos shkelur në territorin grek. Gazetarja Klodiana Lala raporton se Hoxha ka qenë ditën e djeshme duke udhëtuar drejt qytetit të Janinës, kur është ndaluar nga policia greke e kufirit në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Në sportelin e policisë kufitare, ku kryhet kontrolli i pasaportave për qytetarët që hyjnë në territorin grek, gazetarit Hoxha i është komunikuar se nuk mund të hyjë në Republikën e Greqisë, pasi përbën rrezik për rendin publik dhe sigurinë e brendshme të këtij shteti. Pasi është marrë pasaporta, ai është mbajtur për rreth një orë në policinë greke. Rreth orës 10:30 me orën lokale i është komunikuar vendimi i autoriteteve greke që e shpall non grata për një afat të pacaktuar. Në vendimin që policia greke i ka dorëzuar gazetarit Hoxha, thuhet se 1. Është karakterizuar si person i padëshirueshëm. 2. Konsiderohet person i rrezikshëm për rendin publik dhe sigurinë e brendshme, për shëndetin publik ose marrëdhëniet ndërkombëtare të një ose shumë shteteve të Bashkimit Evropian. Më pas, gazetarit Hoxha i është vendosur kryq me stilolaps në pasaport mbi vulën e policisë greke dhe i është kërkuar të largohet menjëherë nga territori grek. Ky është një rast i përsëritur nga autoritetet greke ndaj gazetarëve shqiptar, të cilët kanë denoncuar apo ekspozuar aktivitete të paligjshme në dëm të interesave të Republikës së Shqipërisë apo në dëm të interesave kombëtare shqiptare.